Ju bët një sqarim fakt, por si është e vërteta se videos, se ju bët një sqarim në rrjetet tuaj sociale, po a mund ta thosh si ishte e vërteta se video e cila është para disa vitesh me sa e kuptova dhe ju ishit prokuror në Durrës në atë kohë. Po. Unë kam bëj sqarim faktikisht nga pikpamja e faktit shtërues, që do të thotë që fakti s'ka nevojë për koment, sepse ato persona që kanë qenë aty që unë i kam referuar edhe me emra, të cilët mi kanë dhënë organizatorët atij takimi, pasi unë nuk i njeh gjithë ata. Dëshmon faktin që politikisht siç janë sulmuar që atë natë drek kanë marrë pjesëtar të bandave të ashtu quajtura të Durrësit ose grupe kriminale të Durrësit, që kryeministri në detyrë mendohet që i kanë mbështetur dhe kryetari opozitës sot ose kryetari i Partisë Demokratike, pjesë e cilës unë jam sot si deputet i saj, i ka nominuar, etiketuar gjithmonë duke i bërë atë skanerin politik në bazë të faktit informacione që ai mund të ketë. Dhe e vërtetë është që nëpërmjet paraqitjes së dhënave se kush kanë qenë pjesëmarrës në atë takim, rezulton se asnjë prej atyre personave të nominuar politikisht nga kryetari i opozitës dhe mediat nuk ka qenë pjesë atij takimi. Kaq mjafton. Pjesa tjetër, detajet se kush e ka organizuar, si është organizuar dhe çfarë atmosfere ka qenë aty. Fal Zotit, një emision investigativ disa ditë më vonë ka siguruar një video të asaj dreke festive ku dalin gjithë pjesëmarrësit dhe me slow motion ose me metodat e tjera teknologjike digjitale mund të qartësohet faramirë dhe figura dhe zmadhohet edhe të ndalohet transmetimi i videos për të pasur se cili nga individët që kanë qenë aty kush është në të vërtetë. Kështu që asnjë nga ato persona për të cilët diskutohet që janë pjesë e bandave të ashtu quajtura të Durrësit, si kam konsideruar kur banda për shkak profesionit, se duhet të kenë një vendim gjyqësor për atë gjë, nuk janë aty të pranishëm. Pra, videoja ime nuk është nxjerrë se un kam një ngarkesë në lidhje me ato element kriminal të përfolur, por është nxjerrë për të thënë që kryetari i opozitës, i cili gjatë gjithë ditës bën konferenca për shtyp dhe i denoncon këto raste, që ai mendon që kanë lidhje me trafiqet e paligjshme, me krimin transnacional, po edhe krimin brenda vendit dhe influencat e tyre në politikë dhe në institucione, kanë qenë pranishëm me një nga deputetët që ai ka sot listë. Kjo nuk është e vërtetë, është çështje fakt. Prandaj e kam konsideruar shpjegim shtërues atë dhënë që kam dhënë në rrjetin social Facebook. Po në fakt ato e kem lexuar gjithë, po të kthehem prap takimit. Juve në atë kohë ishit prokuror kur ndodhej takimi, i prokurori i Durrësit, mos gabojm, dhe realisht rezulton që në takimin me Olsi Ramën besoj ishte era parë që takuat dhe ai thatë, po themi gjatë bisedës, që ishit sulmuar ju nga vllai i tij kryeministri Rama në atë bisedë. A mund ta japësh një detaj lidhje me atë se çfarë u diskutua? Zoti Vezaj. Tash nga përjardhja unë jam verior me origjinë dhe veriu ka një pasuri shumë të madhe që i ka dhënë Tikopi në aspektin e vlerave identifikuese. Përveç polifonisë labe, gjuha shqipe që është shumë e veçantë është dhe kanuni. Kështu që drejta zakonore, përjardhja jone, imja dhe jotja, po edhe shumë shqiptarëve të tjerë, nuk lejon që në një atmosferë festive ku ti je i ftuar të bësh debat në lidhje me probleme personale ose perceptime, deklaratave politike që ka bërë i vëllai i Olsi Ramës, kryeministri në detyrë në atë kohë dhe sot, kundra meje apo kundra një force politike të caktuar. Pra aty ka qenë atmosferë festive siç shikohet, edhe me muzikë popullore, veriore, tradicionale me çifteli, të cilën unë e pëlqej. Pjesa tjetër ka qenë aq shumë persona sa që s'ka pas vend për të diskutuar probleme të tilla. Aq më tepër kur i shtuar një po era pa. Shiko, unë hyte mbrapa gjatë përveç këtij takimi. Jo. Në fakt aty janë është fakt lehtësisht i vërtetueshëm se janë telefona. Mjafton shifet lista e tabulatet e telefonike etj me radhë. Jo se kanë gjomër ta kesh njohje me dikë, sepse kjo është luftë politike. Nuk jemi më në luftën e klasave që i përket mendësisë një sistemi të kaluar. Por që të flitet për të njohur, që të flitet për shok dhe për miq, janë tre nëndarje, tre kategori. Unë mendoj që i pjesë e emancipuar e shoqërisë shqiptare kupton që ajo është thjesht pjesëmarrje incidentale, rastësore, po që edhe po të ishte ndryshe s'ka asnjë lloj ngarkese në raport me
ato që unë përfaqësoj sot dhe ata zgjedhës që më kanë votuar mua. Po në fakt aty juve tek reagimi që keni bërë publikisht, ju keni rendit disa emra se kush ishin aty në atë drek. Pra mohoni në farë mënyrë edhe sot që ka qenë prezent Xhevdet Troplini, një orë si Poja? Po nuk është, sepse ka nxjerr një video, emisioni investigativ Piranjat. Video është fiks pasqyrimi plot i gjithë spektrit personave që kanë qenë në fund të dregës. Ajo që është publikuar në fillim është vetëm fillimi i dregës, kur kanë filluar njerëzit duke hyrë brenda duke ul, ndërkohë që ajo që është publikuar më mbrapa janë gjithë personat dhe unë kam bëj ftesë publike. Kush e ndjen që është përmend emri në mënyrë të gabuar, ose kush e ndjen që s'është përmend emrin, let dalet thotë se mua emrat mi kanë dhënë organizatorët atij takimi. Unë kam qenë i ftuar nga Bilbil dhe Aredin Kastrati në atë drek. Dhe unë nuk e kam ditë për bërjen e drekës dhe askujt në Shqipëri nuk mund t'i thuash kush është i ftuar, ashtu siç në emisione televizive njeriu nuk e di se me çfarë pyetësh dhe përball. Se s'mund ta detyrosh organizatorin thosh ftoje këtë mos e fto këtë. Kjo është vërtet fakt. Por ka dhe i detyrim njerëzor normal, për mirësjellje, për edukat, që ti nuk mundesh t'ia prishësh eventin askujt, as dasmën, as mordin për shkak problemi. Tani ty kthej. Që mos ta kthej drejt zakonore. Po, duke qenë edhe hasmit kur është i rreshtuar në rresht, i detyruar me dhënë dorë. Unë s'kam pas hasëm atë. Kështu që mos ta banalizojmë se unë mendoj që është temë e zauruar edhe nuk ka për të sjell asnjë produkt, asnjë dhënë tjetër tret fshet që mund të jetë mbajtur nga unë apo personat e tjerë. Të garantoj që kot kishte pas diçka tjetër, ata që kanë ekspozuar atë videon do e kishin vazhduar pa rreshtur fushatën e tyre për nxjerr diçka tjetër më parë. Pra nuk është sulmuar Ariani, duhet kuptojmë Ariani se Ariani duket sikur është figura emblematike ku sa herë hapet tema për të sulmuar Ariani. Është sulmu kryetari i opozitës për tezën që mbar.